Përshëndetje të gjithëve, unë jam Kusht se sot unë të bëj një planadim me një fest tradicionale në Kinë, festivali I pakëve të Dragojit. Në pjesë e parë, unë do të prezantoj vlerësia e festivalit të pakëve të Dragojit. Në pjesë e dytë është si festohet tradicionalisht festivali I pakëve të Dragojit. Edhe pjesë e tretë është rrëfimi I qyve të festivali I pakëve të Dragojit. Edhe në fund është baza kulturore se trashëgimia e festivalit të pakëve të Dragojit. Festivali I pakëve të Dragojit e njohur edhe si festivali të Duanjang, festivali Chung ose Chungjie, nga evoluar një ritualet e totemit të drakut në antikitet. Në rajonin Baiyu, jug të Kinës, ishte një zakon parahistorik të ndërtimit të të parëve drakut përmes skarëve me barka të Dragojit. Edhe më vonë pasi qyve një poet I shtetit Chu, gjatë periudhës së shteteve luftëruese, u ryduk në lumën Milo, kështu mbrezat e më vonshëm e përkujtua qyve në këtë fest.